Ndonë se është investuar për disa vitesh në zona të ndryshme të Durrësit për sistemimin e kanaleve të ujrave të larta dhe ato të zeza sërish ka probleme. Kanali që nis në afërsi të urës së Dajlanit pasi përshkruan 2 lagje përfundon në Itrovor. Është kthyer në një shqetësim për banorët e lagjes me numër 17. Kanali 4 kilometra i gjatë ka shërbyer për mbledhjen e ujrave të larta, të cilat shkarkoheshin në Itrovor, ndërsa në dekadat e fundit në të shkarkohen edhe ujrat e zeza. Kanali kalon ende i hapur në mes të lagjes duke u bërë rrezik evident, veçanërisht në stinën e verës, në zonën e pagzuar si Tursi i Ri, dhe pse një pjesë e kanalit është mbuluar, një pjesë në lagjen 17 ka ngelur e hapur siç shihet në ekran. Sa më shumë zgjatet kjo zonë e banuar, aq më shumë shtohet niveli i ndodhjes dhe aromës së rëndë. Zona ka një sipërfaqe prej 15.6 km2 dhe në të janë vendosur qindra banesa e biznese. Me afrimin e stinës së verës, situata bëhet edhe më e vështirë, pasi aromat e pagëndshme janë prezente kudo, duke e bërë gjendjen të vështirë. Në lagjen dot janë tihet dhe banorët janë të detyruar të mbajnë dyer dhe dritare gjatë gjithë kohës të mbyllura.